Mirë mbroma, mirë se erdhe, kënaqësi që të kam sonte në studio. Mirë mbroma, mirë se u gjej, kënaqësia ime. Nga ti, kemi kërkuar që t'i shkruash letër vetës. Për një poete, eseiste, studiuse të letërsisë, si ishte t'i shkruash vetës për herë të parë? E çuditshme. Ishte edhe interesante edhe çuditshme, sepse njeriu nuk mendon se çka i shkruan vetës në një moment caktuar, por kur kjo kërkohet, qoftë edhe, më thënë, si pjesë e këtij emisioni, ti ndalesh, mendon, reflekton se në çfarë pike je dhe në këtë pikë prej cilës je sot, çka i shkruan njeriu vetës. Edhe mendon, ndoshta, jo se çka ka ndodhur përpara, po çka të ka bëu ky person që je sot. U përballe me vetën? Ja the disa fjalë? I them shpesh kur shkruaj poezi, po në këtë rast i fola pak më ndryshe. Okej, atëherë të shohim se çfarë i ke thonë. Apo filloj me letë? Po. Okej. Sot po të shkruaj prej një vendi që kur se pata aman, por gjithmonë e kam dje afër, një vend ku fjala bëhet stre, e heshtja bëhet poezi. Banojmë në një kohë kur harrojmë me ndal me nejt me vetën. Po ndalëm sot me të thonë se ke qenë ma e fort se që ke dit t'jesh. Jo pse nuk e ra, por pse ke dit me u qu pa bë zhurmë. Më kujtohet ajo ndjesi mungese që s'ka pas emën të sakt, por që gjithmonë ka shty drejt leximit, drejt shkrimit, dhe dëshirës më ndërtu një botë që duron të vërtetën tënde. Në krejt ato net të gjata, kur fjalat ka shpëtu prej vetmis, e kur librat kanë qenë të vetmit dëshmitar të rritjes tënde, ti ke mësu se krijimi nuk është luks, por nevojë shpirtërore me mbet gjallë. Një situatë e rëndë që më ka rrit, ndoshta është ajo ndjesia e përhershme se çdo gjë duhet më u fitu me mund, me përkushtim, me ma shumë mund se që mundohen të tjerët. E ajo ndjesi të ka bë ma të kthjellët, ma të vërtet, ma pran atyne që lexojnë, atyne që kërkojnë, atyne që s'din me fol për dhimbjen, por e shkruajnë atë. Nuk kisha dashtë, çka nuk kisha dash me ndodh kur është me mbet pa fjalë, mos me pas çka me i thonë vetës, mos me mujt me kriju një olla boje mbi një fletë letre. Ata që i kisha falenderu publikisht, janë ata që më kanë ndajt afër, ata që kanë hesht me mu, ata që më kanë sfidu, e ata që më kanë besu kur as vetë s'kam dit kam ja majt. E mbi të gjitha burrin tim, i cili për herë më ka shty për para, dhe në fund, vetën për atë që kam zgjedh me u ba, një njeri që e mbjell farën me kujdes, e që nuk i trembet rënjeve e as tuhis, me dashni bë. Kjo është një letër e shkur në fani për drejtuar vetës. Shumë poetike. Po... Me shumë nën tekst, do të thoja. Unë edhe kur shkruaj ese, edhe kur shkruaj studime dominant toni poetik, sepse është ajo, dhe më thënë, ajo që thirrja ime ndoshta po vështrimi i gjanave, shkrimi i teksteve në mënyrë ma poetike, është stili im faktikisht. Ke qenë më e fort të vetës? Ke qenë më e fort se që ke ditë t'jesh. Se që ke ditë t'jesh. Sepse ndoshta njeriu kur është i ri edhe kur nis në hapat e parë të formimit, krijimit të jetës, ballafaqimit me jetën, mendon që nuk është i fort sa duhet, mendon që nuk mundet me përballu shumë situata që na i sjell jeta secilit prej nesh, po kur ato situata kalohen dhe ti përballon pa shumë zhurmë, kur bjen e qohesh, si bie e qohet çdo njeri, atëherë kupton se je shumë më i fortë se sa që ke besu që je. E bjen që bëjmë gabim kur e shohim ose kur e mendojmë veten të dobët, që nuk përgatitemi sa duhet, dhe pastaj e shohim që ne jemi të fortë, po ne me. Nuk është çështje gabimi, ndoshta çështje formimi. Kur njeriu është i ri, nuk e imagjinon se me çfarë sfida e përball jeta. E kur përballet, edhe atëherë detyrohet me i kalu në mënyrën ma të mirë, dikush den, dikush edhe nuk den, atëherë ndoshta kupton pikërisht rëndësinë e të qenit fort, rëndësinë, e kupton se është
i vetëm me njerëzit për rreth, po prap vetë duhet qohet, pavarësisht se të tjerë ja kapin dorën, ja ofrojnë, me thonë një krah, një dorë, po prap është ai vetë që duhet qohet, është ai vetë që duhet ta gjej forcën edhe të vazhdoj përpara. Një botë që e duron të vërtetën tënde. Çfarë të vërtetash i ke thënë kësaj bote që është dashur t'i duroj? Në këtë aspekt i drejtohem flas pikërisht për poezinë. Për poezinë. Sepse poezia është një prej bekimeve që mund ta ketë një njeri, siç ka qenë bekim edhe për mua. Nëpërmjet poezisë ti krijon një botë autentike, një botë tënde, ku ke guximin, ke dëshirën të shkruash edhe të flasësh për gjithçka ato që të shqetësojnë, që të mundojnë, apo për t'i japësh, me thonë, të shohësh nëpërmjet lenteve tua diçka që nuk e shohin të tjerët, edhe t'japësh një perspektivë tjetër, jo thjesht për botën tënde, po për botën që të rrethon. Edhe për mua, poezia ka qenë pikërisht kjo, me thonë, krijimi i një bote që duron të vërtetën time, e mirë, e keqe, me ngjyra, pa ngjyra, e bardhë, e zezë, sidoqoftë, po të krijon mundësinë e krijimit një bote E ka duruar bota të vërtetën tënde? Po nuk e di këto e poezia dhe lexuesit të poezisë. Dhe lexues. Po e kisha në kuptimin e asaj, ata lexuesit tu, ata kritikët tu, si e kanë pritur? Më është thonë shpesh prej lexuesve, kritikëve, edhe prej përkthyesve të poezisë time, se kur lexojnë apo përkthejnë poezi time, i nevojitet një moment i veçantë, qetësie, pa njerëz, sepse ka një lloj thellësie tjetër, ka ndoshta edhe një lloj teri i cili kërkon leximin jo vetëm vetmi, sepse leximi është vetvete vetmi, po kërkon, me thonë, t'jep një gjendje emocionale, ndoshta ma të thellë, shpesh edhe pak ma të tresht, sepse thuhen gjanat ashtu si që janë. Nuk e di, me thonë, kjo ka qenë një prej mendimeve që është më thonë disa herë. Me mbet pa fjalë, ke frikë. Mbetesh ndonjëherë pa fjalë? Cilat janë situatat që të lënë pa fjalë? Pa fjalë i referohem shkrimit, sepse për mua shkrimi është një mënyrë ekzistence. Është quhet këtu me mbet gjallë, me thonë, me mbet gjallë njeriu jeton, po varet se si zgjedh me jetu. Për mua me jetu pa shkrim është si me vdekje, me thonë, kur ti nuk ke kohë për shkrimin, kur nuk ke frymëzim, motivim që të shkruash diçka, kur nuk din, kur duket, kur edhe pse keni përvojë jetësore, ndoshta poetike gjatë, apo keni përvojë gjatë me shkrime të ndryshme, kur ulesh para një flete të bardhë, nuk mundesh asnjë fjali me shkru. Ajo është frika më e madhe e ndoshta e çdo autori, rreziku që mbetet pa thënë diçka tjetër, diçka të re. Shqetësohesh kur nuk shkruan një kohë, kur bëhet një kohë gjatë që nuk e shkruan një varg, një poezi? Jo që shqetësohem, po mërzitem, trishtohem. Trishtohem edhe një poet, unë për vete po flas, përdor tashmë një shprehje që pavarësisht se në çka je angazhuar, pavarësisht se çfarë pune je duke kry, duhet t'ja zgjasim një dorë poezisë, ta mbajmë afër vetes. Edhe unë përpiqem që kohë pas kohe, mos e harroj për një kohë të gjatë, siç më ka ndodhur kaluar gjatë realizimit të studimeve apo hulumtimeve të ndryshme, të mos i largohem shumë poezisë, po kohë pas kohe ta ofroj afër vetes. T'ja zgjas një dorë që të ma zgjas edhe ajo mua. Si ndihesh në këto momente, kur shkruan, kur atletën e bardhë e mbush me vargje? Ndihesh një mënyrë të papërshkrueshme, të jashtëzakonshme, ndihesh i lumtur, ndihesh i gëzuar, ndihesh me vlerë, ndihesh që ke bërë diçka për veten, ke bërë edhe për të tjerë. Më thonë, ajo është ndjenja që ta ofron shkrimi jo vetëm me një, unë po flas për poezinë, me që jam poete, por edhe shkrimi një eseje të mirë, një tekst të mirë,
proze, poetika, apo çdo, kur shkruan diçka që vlen, ndihesh mirë me veten. Edhe diçka tjetër nga letra. Kam zgjedh me u bë. Vërtet ne zgjedhim çfarë të bëhemi? Jo, ne kemi ëndra, kemi ide për të ardhmen tonë, shpesh ëndrat na ikin sepse nuk kemi guxim me i prek, nuk kemi guxim me i zonë, nuk kemi guxim me i realizu ato ëndra. Unë nuk jam personi që kam pas përkrajen më të madhe në këtë fushë, një marrë gjithmonë me shkrime prej shkollës mesme, po në një kohë lufte, domethënë, kur nuk flitej shumë për letërsinë, libri ka pas vlerën gjithmonë, po ishin kohë të rënda, ishin kohë të ndryshimeve të mëdha historike. Pa dashje, njeriu ka një thirrje të brendshme, edhe nëse dikush të pengon, po kur ke një thirrje të brendshme, ti gjithmonë ndjek një rrugë të caktuar, siç ke ndjek për shembull ti udhën e gazetarisë, apo unë udhën e shkrimit e letërsisë. Okej, kemi një fotografi 14 qershor 1999. Gjakov. Po. Kjo është një foto shumë kuptim plote për mua. Unë jam ulur në ulsen e pasme të veturës. Të kësaj veturës po? Të kësaj veturës po. Je jashtë? Jo, jam anash, me thonë pjesën e djathtë të veturës, afër shoferit. Jemi gjithë shok më Ajo që ke dalë? Jo, nuk, ajo është një shoqe yllka, unë jam ullur në kariken e parme. Okej, po bashkë me shoferit. Shihet vetëm fytyra. Kjo është një fotografi e cila dëshmon një ditë të jashtëzakonshme për mua dhe për gjithë Kosovën. Është dita e parë e çlirimit të Gjakovës. Unë luftën e kam kalu në Gjakov dhe këtu jemi të gjithë shok mahallë dhe familjar, me thënë është Yllka, Astriti, Kushtrimi, jemi familja Rogova dhe familja Dzërza, vllajim Korabi. Është pak... është e çuditshme, apo tash më duket e çuditshme kur e shoh, sepse një natë më parë ne ishim ushtarët serb në ikje, na kishin gjujt plumba në mahall, ndërkohë që të nesër mi të festohet. Dhe kjo në një esetë time në kam qytë që dita ma e rëndë, ma e vështirë e luftës është dita e parë e lirisë. Sepse mes luftës, me 13 qershor ka qenë akoma luftë e ushtarët, po iknin me 14 qershor, qyteti e Gjakovës u shpat, më thonë, u çliru. Edhe atyre kemi qenë fëmijë dhe nuk e kemi kuptu se ky hendek mes luftës dhe lirisë është shumë i madh, sepse krijon një humner mes, një humner ku vetja jona apo kujtimet tona të luftës mbeten pas, edhe ti e hedh hapin në një kohë të re, cilën nuk e njeh, nuk e din që shka me qenë. Nëse përderisa gjatë kohës të razirave politike dhe luftës, liria ka qenë mbrapa një muri të madh, një muri fiktiv, simbolik që do ta quajmë, në momentin që ti shkel liria, atëherë përpiqesh me kuptu çka do të thonë me qenë i lirë, që shkemi me jetu, na ishim me thonë të ngujun në për shtëpia, që shkeme jetu të në liri, qka keme bo, që shkeme vazhdu shkollën, me qka kanë me punu, për shka prindrit e tu, që shkemi përjetu ti me shoqnin. Gjithka dhe me thonë është një pikpytje e madhe cilën... Ama gjitha këto pytje s'kishin as pak rëndësi, ne e donim veç lirin. Po, ne e donim lirin edhe kjo ditë këtu të regan dhe me thonë gjithë ata banor... Çfarë moshe ke qenë këtu? 16 vjeç. 16 vjeç. 16 vjeç. Kjo habia ma e madhe në këtë ditë ishte sa shumë njerëz kish pas në Gjakov, ndërkohë që duke i gjithë qyteti zbrazd. Edhe kur i takonin, me thënë, ka pas momentet pa përshkrueshme, me thënë, lumturi, gëzimi, por edhe trishtimi, duke tregu se kush ka humbë familjar, kush ka humbë të afërmit të vetë, po foton e kam pa shumë vite ma vonë prej fotografit Shkelzen Veqa. Nuk e ke ditë? E kam pa vite ma vonë, më thonë, kur përnoja në gazetari, edhe që ditë trejshë, më thonë, Shkelzeni banon një shtëpi afër me, më thonë, jemi në një rrugë, një mahall, por tash e ruaj si sytë e ballit, sepse duket, më thonë, dokumenton një moment historik.
për vendin tonë, por e për jetën time. Shkruaj atëherë poezi? Kam shkru, po, librin e Gjatë parë, luftës? faktikisht, gjatë luftës, jo. Librin e parë e kam shkru para luftës, në formën që shka qenë, në 2 fletore poezish, edhe vetëm një gjatë që për mu ishte e rëndësishme të arruja në rastën në di që i shtëpia, ishin ato 2 fletore me poezi. Edhe ato i pa të arrujt në bodrumin e shtëpisë, në rastën do, diçka ato më bje tonë. Edhe ato janë rrujt, po nuk i kam hapë vite për vite. Te kur erdha në studime këto, kur lexoja letërsin, edhe vendosa që t'i rikthehem atyre fletoreve me poezi, edhe t'i përpunoj edhe bëtoj librin e parë Gorgon. Faleminderit shumë. Do të kalojmë tek një fotografi tjetër, të shohim se çfarë kujtimesh kemi, apo çfarë na thon këto. Këtu jeni es librash dhe çmimesh, po ju quaj. Po. Fotografia e parë i takon vlerësimit me çmimin Kristal Vilenica Award, i cili është ndohet në një festival shumë të njohur në Sloveni. Këtu çmimi është ndonë një kështjell, Shtanjell, kështjella Shtanjell, kështu të quhet. Në Sloveni? Një kompeticion balkanik apo ishte ndërkombëtar? Jo, ishte ndërkombëtar, më thonë kishte autor nga Evropa, por edhe nga India dhe Amerika. Është festivali njohur i Evropës së qendrore. Për mu ishte një befasi, më thonë, në këtë foto, nëse afrohet, më shien se syti kam përlotur, sepse ishte befasi që një autore nga Kosova, një autore e re, ta marrë këtë çmim, i cili është shumë prestigjioz në atë pjesë, më thonë, në Sloveni dhe në vendit përreth. Unë nuk e dija se kur ndoja, po mora aftesën që t'jeme pranishme në gjatë kohës ndarjes së çmimit, edhe në momentin që u thirë emri im, isha shumë e befasun dhe shumë e lumtur, edhe që juria ndërkombëtare ma ndohë çmimin, edhe majnë bend që kur kanë lexu me një poezi keni konkurruar, apo me libër ishte? Jo, disa poezi që janë paraqit në festival, dhe një ese, e cila titulloj Vdekja e poetit, e kish fjallën për poetin e sotëm, kohët e sotme, jetën dhe vdekjen e tij në kohët e sotme, dhe në përkushtimin apo në moton, në arsyet e ndarjes së çmimit, përmende se autoria dokumenton me poezi të saj një situatë historike, një qenje të traumatizuar në shoqërinë kosovare. Më thënë, ti si autor shkruan, por nuk e mendon ndoshta se çka sjell të re, më thonë. Kjo është referenca, më thonë, qenja e traumatizuar në shoqërinë e pas luftës. Ama ata kështu të shihnin. Ata ashtu të kanë lexuar. Ashtu e kanë lexuar. Shumë interesant. Fotografi tjera? Libri, fotografia me librin Thas. Libri Thas është libri im i fundit me poezi, i katërti faktikisht me radhë, është butu para 5 viteve. Pse është i rëndësishëm për mu, sepse brenda kapakve të këtyre librit flen apo rrinë rrëfime të një periudhe shumë komplekse në jetën time, një periudhe të rëndë të quj, kur ti sfidohesh ndoshta me shkollimin, me sfida tjera, me fëmijët e vegjël, dominon dhe me thonë motivi amnor në këto poezi, ku njeriu përderisa don me arrit diçka rritjen e familjes, në anën tjetër mungon harxhon veten apo të mungon diçka tjetër për jetës tënde si njeri vërtet qenit nën. Dhe ky libër më ka ndihmuar shumë në shkrimi i këtyre. Ky libër më ka ndihmuar si një lloj vetterapie. Me thonë një proces, ka qenë një proces terapeutik, poetik për veten. Çka janë thasët? Çka simbolizojnë thasët? Thasët janë thasë, në kuptimin literal të fjalës, thasë ku futen roba, thasë ku futen këpuq, thasë ku futen betorina, thasë ku futen kujtime tjetës, thasë ku futet gjithçka që na kemi kaluar dhe mbajmë prapa
prapa shpinës tonë, me thënë si një bagazh me vete, një bagazh fiktiv me vete, por që është gjithmonë me ne. Faleminderit shumë. Memorje dhe trahum. Po, ky Kjo mbase libër lidhet edhe me atë fotografinë e parë të lekturës në periudhën e luftës. është në si shoqëri, me thonë cilët i kemi kalu luftën, njeriut në përgjithësi, por edhe studiusve dhe hulumtuesve, i duhet ndoshta të kaloj një kohë që të ketë një hapësirë kohore me ngjarjet e ndodhura. Unë mbaj mend që vite mas luftës nuk kam pas interesim as pak për trajtimin e temës së luftës. Pavetëdijshëm e kam trajtuar në shumë poezi, por ky libër është rezultati i një hulumtimi të gjatë, i cili ka nis pas përfundimit të librit Thas, si një hulumtim në letërsinë e pas luftës në vendet e rajonit, duke filluar me letërsinë e pas luftës në Bosnjë, në Kroaci. Pastaj kam realizuar disa studime ku merret në krahasim një autor bosnjak i cili shkruan për luftën dhe ndikimin e traumës së luftës në letërsi dhe një autor kosovar, konkretisht për Faruk Shehić dhe Gjevdet Bajraj, apo Ivana Bodrožić kroate dhe Arben Idrizi nga Kosova. Edhe pas këtyre hulumtimeve thonë që u botun si punime shkencore jashtë vendit, thash okej, tash është radha që unë t'i përkushtohem vetëm letërsisë së pas luftës në Kosovë dhe disa tendencave intriguese që tregojnë mënyrën se si letërsia e reprezenton luftën. Fillimisht, qëllimi ka qenë fokusimi të diku 5 deri 10 autor maksimum, me thënë poet dhe prozator, por mandej me hulumtimin u zgjeru, me thënë si hulumtim, dhe u realizu si projekt mbështetur prej Ministrisë së Kulturës, në një libër studimor, në një film poetik, apo film dokumentar për përjetimin tim të luftës, dhe në një poezi, në një ekspozit me tekstet të zgjedhura që trajtohen, prej autorëve që trajtohen libër. Gjatë hulumtimit, e cili po ashtu mundet më konsideru, me thënë, unë e shoh këtë libër si një bërgj individual ndaj borgjit të madh kolektiv që kemi ndaj shtetit tonë, ndaj Kosovës. Tani më bëri përshtypje, the pas luftës nuk kam pas interesim merre me luftën, po pas një kohë erdhi. I bjen sikur ato traumat që na rikthehen shumë vite pas. Si e vlerëson tani, apo në refleksionin e tanishëm, atë periudhën kur ke ik nga lufta dhe tash që po merresh me të? Mund ta krahasosh? Trauma, e thonë teoricientët që trauma është zëri një plagë që thret. Edhe kur mbulohet, edhe kur nuk dëgjohet, është atë. Gjithmonë kam ngrit zonin, edhe për mu ka qenë me thënë e tillë, rikthimi apo mohimi i të kalumës njëherë, injorimi, sepse njeriu injoron situatat e tronditjeve të mëdha. Lufta ka qenë... S'don mu përballë. Jo, lufta ka qenë një tronditje e madhe sociale, ekonomike, kulturore, arsimore, me thënë e cila i ka trondit themelët e shoqërisë kosovare dhe ashtu të brishta, me thënë. Pas kësaj të rënditjet madhe, njeriu refuzon, të mirët me të kalume, injoron, i duhet kohë... Ama nuk mund të harroj, e vërtet është. Absolutisht, dhe nuk duhet harroj. Ky libër ka këtë qëllim, pra këtë mision, që e kaluara lufta vetë nuk ka kujtesë. Lufta nuk e kujton veten, jemi ne që e kujton. Lufta nuk ka kujtesë, por truri poetik mban në mend. Edhe ky ka qenë në dëshira dhe synimi im që nëpërmjet hulumtimit të letërsisë që është shkruar pas luftës, të shoh mënyrën se si letërsia jon e reprezenton luftën, sepse letërsia pavarësisht kinematografisë, është një prej mediumeve më të fuqishme të kujtesës kolektive. Dhe pasi e ke parë si e prezenton? Unë mendoj, sepse kjo letërsi e pas luftës e autorëve
në moshë dhe autorëve të rinj në Kosovë amplifikon zërin e viktimave, zërin e atyre që janë zhdukur me dhunë, zërin e atyre që janë vrarë me dhunë, zërin e të mbijetuarve të dhunës seksuale, i jep zërin e fëmijëve të zhdukur në luftë, i jep zë atyre që nuk kanë pas zë ta thënë të vërtetën e vetë. Kjo është, me thonë, një memorje e luftës, një kujtes luftë, qoftë e autorëve që e kanë përjetuar vetë luftën, apo e kanë vëzhguar luftën, duke qenë pranishëm. Pra, këtu ngërthejnë memoria individuale dhe shkrihet në memorien kolektive. Ne e dim që në shoqërinë kosovare pas luftës kanë bizotru narrativat heroike, kanë bizotru narrativat patriotike, por pak zë i është jap viktimave civile të luftës. Ndërkohë që na kemi gjatë luftës 98-99 në Kosovë, numri të vdekurve është 13.200 veta, 10.000 prej tyre janë viktima civile. Nuk është që kanë qenë ushtarë në luftë ata, kanë qenë... Po, historia ushtarëve në luftë është tjetër, po zëri viktimave civile në luftë nuk është glorifiku, aq sa është glorifiku ndoshta zëri i heronjve që kanë ra dëshmorë në luftë. Ata që janë vra me dhunë janë gjithashtu heronjë, po për cilët kemi disa pllaka, kemi në për Kosovë pllaka përkujtimore, kemi memoriale të ndryshme, por vendet e vërteta ku ka ndodhur krimi janë zhdu. Unë për shembull është e trisht se si në Gjakov, me gjithë ato që është një prej qyteteve i cili është dëmtu gjatë luftës më së shumti dhe është prejkë më së shumti si qytet, më thonë si zonë urbane, vendet e krimit tashma janë zhduk, nuk ekzistojnë. Kemi vendet e masakrave cilat janë zhduk edhe për mbi ato vende është ngrit një objekt, një ndërtesë tjetër e re. Ndërkaq anash është një pllak memoriale që thotë këtu janë vra kaq persona, por pse nuk ekziston ai vend ashtu siç do duhej për gjeneratat e ardhshme, sepse ne jemi sot, por nuk kemi... pikërisht ajo që e thatë ju se nuk kemi dash të harrojmë. Nuk kemi ditë, ndoshta nuk kemi ditë, nuk kemi pas vetdijen e memorializimit. Okej, dua të kthehem tek një fjalë që e the, lidhet me atë çmimin, thatë vdekja e poetit. Ka vdek poetja jo? Ka vdek poezia apo jo? Jo, poezia ekziston përderisa ekzistojnë lexuesit që dashurojnë poezinë. Poezia ekziston derisa ekzistojnë poetët cilët e shkruajnë me shpirt poezinë. Pavarësisht pse ne jetojmë në një kohë, banojmë në një kohë shumë energjike, shumë dinamike dhe harrojmë vazhdimisht që të ndalemi edhe të mendojmë për veten. Harrojmë që të ndalemi edhe të lexojmë tekste të bukura, poezi të bukura, prozë të bukur. Edhe në një shoqëri kaq dinamike, njeriu ka pak hapësirë për poezinë, por ka gjithmonë me thënë adhurues që duhet ta bëjmë një lidhje me një kolegu tuaj. E ndjekim video. Përshëndetje të përzemërta, Blerina, nga Vjena, e blerume në këtë pranverë. Ti ke qenë disa herë këtu në Austri, në kryeqytetin austriak, dhe ke zbukuruar me poezinë tënde, me praninë tënde. Vëllimi i fundit poetik thas, këtë vëllim ja ke kushtuar të gjithë ne lexuesve dhe krijuesve të letërsisë shqipe. Unë kam marrë guximin që një nga këto poezi me përkthy në gjermanisht dhe kam shumë dëshirë nga Vjena në këtë pranverë të përshëndet. Das Herz im Regal. Ich habe keine Antworten auf deine Probleme. Sie weiß nicht, was das Herz ihr sagt. Am Ende ist das Herz doch nur ein Organ, das daran gewöhnt ist, zu zerbrechen und sie zu erneuern. Sie nahm das Herz heraus und legte es in ein Bücherregal, dorthin, wo sie gewöhnlich ihre Brille liest. Als sie aufwachte, nahm sie es wieder, legte es zurück. So ist es besser, sagte sie. Dhe tash më lejot lutem, ta lexoj edhe në gjuhën tonë të amël shqipe,
zemra në raft. S'kam përgjigje, thot për problemet e tua. Nuk e di çka thot me zemër. Në fundit, zemra është një organ që u mësu mu shpartallu dhe rigjenerohet. E hoqi zemrën, e la në raftin e librave, aty ku zakonisht i lën syzet, kur u zgju, e mori dhe e vuni prap. Kështu tha, është më mirë. Blerina më lejo me të përgëzu për këtë poezi, ka që të thjesht, ka që të pasun, por mi gjitha të përgëzoj për përdorimin e paskajores, ti ke guximin nga poeteshat e rafinume, fisnike, të letrave shqipe, me shkruve paskajore. Një ashtu si e bukra, ka me pështu botën, thot Dostojevski, ashtu mendoj unë edhe paskajorja ka me pështu gjuhën shqipe. Kosova është edhe zemra e Gegnis pikërisht për këtë, sepse aty gjithë poetët vazhdojnë me shkru në gegnisht me paskajore. Ja, miropafshim nga Vjena, uroj të presim të vish përsëri, në të presim krahapt me na afirmu poezin tënde. Unë të uroj gjithat mirat, një pranverë poetike sa më të bukur ju uroj. E falenderojmë Gjergj Jozef Kolën. E falenderoj edhe unë për të fjalë kaq të ëmbla. Befasoj? Për poezin. Nuk njihemi në përmjet rrjeteve sociale, po më pëlqeu shumë, më pëlqeu sigurisht, me thonë njëra leximi, përzgjedhja pikërisht e kësaj poezie. Tani, kur i dëgjon duke u interpretuar, duke u lexuar në gjuhë tjetër poezi, çfarë duket, çfarë ndjesi e ke? Duket se janë tuat apo jo? Jo. Ka pëlqy kur e kam dëgjuar në gjuhën angleze poezinë Thos, që është poezia për cilët e ka marrë titullin libri Thos, është përkthy prej Vlora Konushevcit, është përkthy edhe në disa gjuhë të tjera, po me që në gjuhë të tjera nuk arrin, me thonë, mi kuptu, frangjishtën pak, po me që anglishtën e njohem, më ka pëlqy se si ka tinglu në gjuhën për shkak se e ke njohë gjuhën, ka pëlqy. Do të shkruaj anglisht? Nuk besoj që kam kapacitetin në shkrimit në anglisht, edhe pse në gjuhën angleze dëpërton shumë ma lehtë. Idiomave, frazologjisë. Ka një filozofi në vete, kur shkruan poezi dhe kur se sado që poezia ime për shembull duket shkruhet thjesht. Po shkruhet thjesht, por ka disa ka ato metaforat e brendshme, me cilat unë e gjej të mundshme, me thonë, shprehem vetëm në gjuhën time anëtare. Je ndërmjet studiueses së letërsisë dhe poetes. Tani, atë ka mësu letërsia të mendosh, ndërsa poezia të ndjesh? Studiuese e letërsisë jam me profesion, poete jam me vokacion. Cilën e do ma shumë? Të dyjat faktikisht, sepse kur njeriu shkollohet për një kohë të gjatë, në një fushë të caktuar në letërsinë shqipe, në letërsinë, më thonë, në përgjithësi ti e dashuron, sepse ndryshe nuk e ndjek, dhe më thonë, atë udhë, po më kanë mësu një nga tjetrën faktikisht, sepse kur studion letërsinë, lexon qoftë me pëlqim, me zgjedhje individuale, qoftë me imponim, për shembull ndonjë autor cilin nuk ke preferencë të madhe, detyrohesh ta lexosh. Edhe leximi i autorëve të ndryshëm botror, apo i gjithë autorëve, me thënë autorëve të letërsisë shqipe dhe të letrave botrore, të pasuron. Kur pasurohesh, me thënë, nuk ka një shkrimtar të pa leximi e sjell shkrimin, nuk lind vetvetiu, por ka teza që edhe rrëzojnë këtë teori, ama janë të ndërlidhura njëra me tjetrën, e përmbushin njëra tjetrën, me thonë të bëjnë leximi i madh, të bën të mendosh ndoshta më mirë, ta dish ta shprehesh më mirë mendimin tonë, ta kultivosh më mirë mendimin tonë. A ka poezia ndonjë kufi? Nuk
kam përgjigje. Nuk i ke di, nuk ka kufi. Nuk e di, unë nuk mendoj që më duhet shumë kohë. Nuk, shkrimin është i pakufishëm, do ka gjua është i pakufishme, edhe shkrimi do t'jetë i pakufishëm. E kufizon vetën në njëherë? Në të shkruar, në idet, në vargjet që i? Nëse e kufizon vetën, atëherë ti nuk e lejon që t'jesh vetja. Nëse krijon cenzurë ndaj vetës, nuk mund të shprehesh lirshëm, nuk mund ta privosh, do të thonë vetëm prej ideve apo dëshirave që i ke rreth një teksti apo formës finale se si do duke ai tekst. Unë mendoj që fuqia më e madhe një autori, një poeti në këtë rast, apo një artisti në përgjithësi, është guximi. Guximi që ti të shkruash, guximi që të krijosh diçka për cilën ti mendon se është më e mira. A rezulton ajo të jetë më e mira, është më e mira prej vetës tënde, atëherë tjetrën e vlerëson publiku. Poezia, sipas teje, është më afër të vërtetës apo ëndrrës? Diku në mes. Diku në mes. Te imagjinata. Frymëzohet prej situatave jetësore, reale, por merr krah dhe fluturon pastaj në përqejt e vet poetik. Se sa qej fluturon, ajo ndoshta varet sa jep krah dhe vet autori poetin. Ndonjëherë dikush thotë unë nuk i kuptoj poezit, ose ka dhe tjerë që thojnë jo gjithkush e kupton poezinë. Në fakt, ndjesinë estetike që na e sjell poezia, secili e përjetojmë ndryshe. Sipas teje, a duhet kuptohet poezia apo mjafton të ndjehet? Mas bukuri është që poezia të përjetohet, të ndjehet. Kjo është fuqia e artit poetik. Më thonë përjetimi, po edhe aspekti universal i poezisë. Nëse një temë që trajtohet në një poezi, ti kur e lexon poezinë e identifikon veten me atë situatë, apo tjetri identifikohet me situata që janë universale të jetës njerëzore, me thonë tema jetësore, dashuria si tema kryesore në letërsi, apo edhe lufta si një prej temave të mëdha të letërsisë. Nëse pas leximit të një poezie ndihesh mirë, ndihesh ndan një përvojë, por edhe bashkohesh me përvojën e tjetri, që të është efekti i një teksti poetik. Pra përjetimi. Poezia kur bëhet shumë personale, e humbet këtë universalitetin që e thatë ju? Absolutisht jo. Apo ndonjëherë nga personalja rrezaton diçka universale? Edhe vetë, kur flas për poezinë time, unë mund të them se ato kanë shumë referenca personale, sepse njeriu shkruan prej jetës personale, edhe prej mënyrës se si ti e vështron botën, edhe prej atyre përvojave personale të cilat don mi nda me botën, nëse kthehemi në fillim të ndërtimit të vërtetës tënde, ti zgjedh se çka don me nda me lexuesi, nëse don me nda shumë, nëse don pak, nëse don më të mirën, apo më rëndën që i ki mrena. Ti zgjedh edhe jep ato që ti don me nda me të tjerë. Faleminderit shumë. Do të shohim dy fotografi tjera, momente të veçanta. Po, kjo është një fotografi familjare ku është nana, është baba, është buri, djali, vllai dhe motra, edhe mbesa. Është dita e ceremonisë së diplomimit të mbrojtjes së temës doktoratës, cilën e kanë mbrojtë në Universitetin e Prishtinës me degën e letërsisë shqipe, me temën vdekja në letërsinë moderne shqipe, ku kam pas për ullën tem 3 autor, Ndre Mjedjen, Lazgush Poradecin dhe Mitrush Kutelin. Ka qenë një moment festele ta qunë, por edhe çlirimi,
Sepse nëse mirësh me një studim për vdekjen e letërsi, që është një temë shumë filozofike faktikisht, edhe kur hulumton për 5-6 vite në një fush, edhe jep mundin tënë gjithë shka ketë, më thonë, për mi arrit rezultatet më të mira që ti mendon se duhesh me pas, mbrojtja, përfundimi i këtij kapitulli është një moment më vete. Mbyll një kapitull, hap një të ri. Kjo foto pra reflekton pikërisht këtë moment dhe lumturinë e përmbylljes së një kapitulli të vjetër. Kur përmenda pak librin Thas, por edhe doktoraturën, unë temën e doktoratës e kam ndërkohë që isha duke studiu në studimet e doktoratës, kam lind djalin e dytë, Teon dhe Ninon. Dhe ka një fotografi tjetër, për çka s'kam imazh, po fotografi në mendje, kur jam me 2 fëmijë duke në gjumë edhe shpesh duke punu apo lexu diçka tjetër. Kjo ka qenë sfida ime më e madhe gjatë përfundimit të këtyre studimeve, sepse edhe fëmijët e vegjël, edhe shkolla, edhe puna në universitet, me thonë gjitha bashkë dhe qëllimi, dëshira që mi arrit, mi kryej të gjitha me sukses. Qa në tjetër dimension, doktoratura? Pikërisht, me thonë, stresi, presioni është... Shtynë në skajet cilat ti nuk i nje. Ato limitet që nuk i nje. Që ka qenë shumë interesante është që unë kur zgjodha temën e vdekjes në letërsi, e zgjodha sepse është një temë e pashkruar, ndoshta në studimet tona shqipe. Jo e shkruar, me thonë, plotnik, kështu. Kur e zgjodha, njerë më duk si një mal i cilin nuk kam e mujtë një kalu asë një herë, por kur falem dhëmë për skajet abstrakte, ti e shtyn vetën, e shtyn për te i gjenë literaturë, se kisha munges literaturës, gjenë literaturë, dhe atëherë fillon të flenë, mësor, me thonë, të flenë tema, hap një rrugë të rejtë, me thonë, ose hap shumë rrugë njëkohësisht, dhe arrin e kalon atë malin e lartë, cilin në fillim e ke konsideru të pakalushëm. Faleminderit shumë, Blerina. Knaqësi që kam këtu. Ndërkohë, unë e kam një surprizë për ty. Kam një letër. Nga motra. Nga motra? A do ta lexosh ti, a ta lexoj? Unë i kam 2 motra. Po njëra prej motrave. Lexoj e ti? Okej, po e lexoj unë. Në fund po e la cila motër është. Okej. E dashur Blerina, nuk mendoj se e kam thënë mjaftueshëm këtë, por faleminderit nga thellësia e zemrësime, që gjithmonë ke qenë e vazhdon të jesh suportuesja, shembulli më i mirë dhe burimi im më i madh i forcës në shumë aspekte jetësore në të cilat kam kaluar. Në çdo kapitull të jetës sime, dashuria, mençuria dhe mbështetja jote e palëkundur kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë themeli mbi të cilin kam marrë siguri dhe forcë. Faleminderit që je ajo që gjithmonë ke ditur se çfarë të thuash dhe këshillosh sa herë rrjedha e jetës nuk kishte kuptim, apo ishte mbi ngarkuese për mua, dhe që ke qenë gjithmonë e gatshme që në mënyrën të ndryshme dhe me fjalet e nevojshme të më orientosh drejt një rrugë të duhur. Në çdo kohë këshillat e tua më kanë ndihmuar, duke më dhënë drejtimin e duhur si personalisht, si në rrugtimin profesional, duke më ndihmuar të shoh qasjet e duhura. Po ashtu, përqafimet e tua që në veçli, të cilat më shëronin edhe dhimbjet më të vogla të rrezimeve apo inateve që mund të kisha ndaj të tjerëve, më kanë dhënë kurajo që gjithmonë të ngrihem pas çdo rrezimi. I jam pafund falënderuese pranisë tënde, kur thjesht kisha nevojë për dikë, apo dashurinë e paskajshme të motrës që më ofron. Faleminderit që ke qenë gjithmonë aty për mua. Forca dhe synimi yt për arritje të reja më frymëzon çdo ditë që edhe unë të kem synime të reja e gjithnjë më të larta. Qëndrueshmëria jote, mirësia jote dhe mënyra se si gjithmonë je aty për të gjithë janë ndër gjërat që vlerësoj dhe më bëjnë krenare për ty dhe për gruan që je. Ndihem tepër me fat që të kam jo vetëm si motër, por si shoqe dhe shembullin më të mirë. Pavarësisht se ku na çon jeta,
dua që ta dish se unë gjithmonë do ta vlerësoj lidhjen që ndajmë së bashku. Ti më ke mësuar se çfarë do të thotë të duash fort, të mos dorëzohesh kurrë dhe t'jesh e vërtet me veten. Për të gjitha këto dhe për të qenurit ti në çdo kohë të dua thellësisht. Me gjithë zemrën time, e vogla Flora. Shumë prekse. Flora po është motra e vogël. Unë kam qenë 10-11 vjeç kur ka lind Flora, kur është ndonë vllai Fisi dhe Flora, dhe nana ime ishte shumë e ngarkuar, me të dy beba, që ne kujdes shumë për Florën, që kura ishte bebe, edhe gjithmonë e kam konsideru vetën si mbrojtës e saj, sepse e kam mbrojt, vazhdimisht, jam kujdes dhe jam mundu minejt pram, po është ndryshe kur e thët ajo vetë, për rolin që unë e kam pas në jetën e saj. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, Flora. Faleminderit për fjalët. Do ta bëjmë një shkëputje publicitare dhe kthehemi në pjesën e fundit me Blerinën.
Jemi kthyer në studio me poetën Blerina Rogova Gaxha. Blerini, kam 15 pyetje që dua të t'i bëj, në ato që ne e kemi si pyetësori rë. 15 pyetje të ndryshme, të shohim se si po i përgjigjet poetja. Pyetja e parë ka të bëjë me ushqimin. Cili është ushqimi që sa herë ha ta kujton fëmijërinë? Buka e nxehtë e nonës. Buka e nxehtë. Po. Buka e nxehtë e nonës, edhe si quhet ajo bukë pogaçe? Të nonës. Të nonës, okej. Faleminderit shumë. Çfarë mendon kur e sheh veten pas hyrë? Varet çka sheh. Edhe në çfarë, nëse nuk e di. Mendoj se kemi jetu një jetë shumë gjatë, duke qenë, me thënë, gjenerata që kemi përjetu, kemi kalu një jetë shumë gjatë. Edhe ka njerë dhe a disa e vjetër je. Sa e lashtë. Sa e lashtë, antike. Antike. Cila është kafsha nga e cila friksohesh mas shumë ti? Unë kam një fobi prej insekteve. Prej insekteve? Merimanga? Jo merimanga, po insekte, kështu përgjithësi. Jo vetëm merimanga. Çka mendon se ndodh me ne kur vdesim? E ke studiu vdekjen në letërsi? Mendoj që është e rëndësishme që njeriu të di ta pranoj vdekjen, të mendoj për vdekjen sa është gjallë, në mënyrë që ta fitoj një veti autentike dhe ta pranoj me lehtë edhe vdekjen e tjetrit, pavarësisht pse vdekjen tonë nuk e mendojmë kur. Për jetën pas vdekjes nuk mendoj fare. Nuk mendon fare. Faleminderit shumë. Më mirë ti dërgonit gabimisht një mesazh dashurie mikut tënd më të mirë, që e sheh thjesht si mik, apo e prorit tënd? Asnjë rast tjetër. Asnjë rast tjetër. Janë gjëra që ndodhin këtë epokën e teknologjisë. Ndodhin, kuptohet, normal, po tash asnjë rast tjetër, ndoshta mikut prap më mirë. Ndoshta mikut prap më mirë. Okej, faleminderit shumë. Ku mendon se shkon një mendim kur harrohet? Mbetet dikun thellë, në tru. Nuk harrohet kur? Jo. Mbetet dikun thellë, është herë tjetër i kthehet, prap. Film apo serial? Të dyja ndoshta, kur ka këso serialesh nga njëherë, sidomos gjatë kohës pandemisë, kur kemi qenë serialet e Netflixit, krijohet një manimi për cilë, për mu deri në fund, po në përgjithësi dhe me thonë filmat pëlqej. Filmat historik, filmat që kanë, sidomos personazhe, filmat autobiografik të figurave të njohura. Faleminderit shumë. Aroma jote preferuar? Nga të gjitha aromat? Aroma natyrore, më lënë shumë më pëlqen aroma e blinit në pranverë, prej artificialeve s'po flas, për natyrore, po. Aroma e blinit, okej. Kam pas një herë, kam shkru një poezi, apo jam përpjek me shkru një poezi për përbërësit e parfumeve, se me qka përbëhen parfumet, te ajo ndjesia që na jep në hatja një parfumi që na pëlqen. Edhe aty kisha kry një hulumtim të shkurë, me thonë, për kokrat e kafes që përdoren, për trëndafilat bulgar, apo trëndafilat lullet që kryojnë një parfum të veçantë, vanila, i kret, me thënë, esencat që përdoren për kryimin e parfumeve. Dhe shumë është mbreslen se faktikisht ajo që si kryohen aroma. Po, si kryohen. Ama aroma natyrore e blinit është e preferuara. Nëse do të duhej, pa tjetër të zgjidhje, një udhtim drejt të ardhmes, para në kohë, apo të shkuarës, cilën do të ta zgjidhje?
Me poezi shkon, herë para, herë Poezia, mrapa, herë poshtë, herë lartë. poezia, Nëse po- do duhet zgjidhje. Vetë letërsia është memorit, me thonë, e kalume. Ndoshta është kishtë qenë ma e preferu në një udhëtim në të kalume, sepse në të ardhmen mund t'jetë pak e frikshme pas taj rikëthimi prapë në kohën e sotme. Okej, faleminderit shumë. Nëse në këtë moment të jetës që jetë tani, takon dikë që po ndihet krejtësisht si që po ndihesh ti, çfarë do t'i thoje? Puno pak më pak. Puno pak ma pak. Okej, po më pëlqen këshilla. Faleminderit shumë. Qent apo macet? Qenë. Ke pas ndonjëherë? Kemi një qenë në shtëpi të babës të një qenë kështë të vogël të lezetshëm shumë. Faleminderit shumë. Cili është një ves të cilin do doje ta hiqje përgjithmonë nga jeta jote? Ves. Qarë vese, nuk e di qarë vese. Dy personazhet e fundit kanë thonë me lanë duhanin. Po, duhanin e konsumoj. E konsumon e ti? Okej, Po jo ty nuk po të shkon mendja me hjek duhanin, kështu që një ves Nuk e tjetër. kam thonë as njëherë, as publikisht, as intimisht se kam me lanë duhanin. Nuk e kam thonë. Një prej veseve të këqia është ndoshta paregullësia e gjumit apo këto. Qaja është një prej gjanave të cilat ishtë këshen mirë me regullu. Faleminderit shumë. Ëndra ma e çuditshme që e ke pa? A she ëndra? Ma e vogël, po. Tash jo. Ma e re, tash t'i ka gjarë rallë. Po, kam pas pa një ëndër, kur i kam pas dikun 13 vjeq, edhe isha në atë moshën kur njeri ju beson ëndra, beson se ëndrat kanë një paralajmërim, kur njeri ju beson në fallxhore, në krejt të gjana që i bojnë qikat e reja, edhe pa ta pa një ëndër që më pat trondit, edhe tash t'i disa elemente që kanë ndodhë tutje, në vijem, mu kanë duk që janë si realizim i interpretimit të asaj ëndre. Kanë ndiku, janë përmbush? është një prej, kanë ndodhë paka shumë, më thonë gjashtot, po është një prej ëndrave që më kujtojnë, më thonë, mbaj mend gjithmonë, edhe kur isha ala ma e vogël, me thonë 7 vjeç, pa ta pa një ëndër shumë të frikshme, për shkak cilës të djelave kisha frikë me fjetë në shtëpi, edhe shkojsha gjithmonë të doja, derisa ka kalu një shumë mujnë, me thonë një kohë, derisa ku ma arrit në kthyer në shtëpi. Okej, faleminderit shumë. Nëse do ta dëgjoje një këngë, prej sot, deri në fund jetës, cila do t'ishte ajo këngë? E kam një këngë. E ki një këngë? Po. është kënga November Rain nga Guns N' Roses, është përndryshe grupi bendi favorit i krejt jetës, edhe është kënga cilën unë e lëshoj gjithmonë, me thënë pa pushim, dhe gjoj vazhdimisht, edhe e di që kam i dëgju deri sot, jam e afër me dëgju muzikë. Kjo është, me thënë, November Rain. Faleminderit shumë. Një rock ballad e përjetshme. E përjetshme. Pyetja e fundit. Çfarë jam duke menduar unë tani? Nuk e di. Po me ndonë cila është pyetja tjetër. Jo, e fundit ishte. Okej. Pyetja e fundit. Derina, faleminderit shumë që ishe sot në Libero. Kënaqësi për bisedën që zhvilluam. Kënaqësi edhe për mua. Faleminderit shumë. Juve për ftesën. E përcjellim me Duart Trokitje, Derina Gaxhën. Kënaqësi që biseduam sot në këtë format të emisionit